të nderuar dëgjues të radios, jemi me podcast Labirint të Tru. Labirintet e trurit të gjithë ftuarve i kemi bër me pak fjalë. Sot është e diel, sigurisht që jeni në rrugtim. Top Albania Radio gjatë një udhëtimi është gjëja më perfekte që mund të kemi. Bashkë me Denisën, bashkë moderatoren time simpatike dhe shumë të mençur, jemi në muajin e dytë të podcast Labirint në Tru numër 2. E theksojmë që ka qenë një rrugtim shumë i bukur, kemi trajtuar tema, kemi sjell personazhe të jashtëzakonshme që i vlejnë shoqërisë dhe njerëzimit. Copza jete të rrugtimit të tyre, kemi folur për karrierën, për mënyrën se si kanë trajtuar jetën e tyre gjatë rritjes, në adoleshencë, kur janë bërë prindër, por kur janë bërë edhe gjyshër. Ka qenë pa diskutim një labirint që mua më ka mësuar dhe më ka rritur shumë. Pra gjithçka e re të mëson dhe të rrit. Apo jo Denisa? Është shumë e vërtet Xhoj, përshëndetje, uroj një të diel me plot diell për të gjithë. Faktikisht tema që kemi trajtuar kanë qenë shumë specifike dhe me shumë vlera dhe me personalitete dhe njerëz që vërtet kanë kontribuar shumë pozitivisht në shoqërinë tonë. E ti do të jetë tema që do të trajtojmë sot. Sot do të flasim për arsimin, për problematikat, por dhe shumë më tepër. Dhe për këtë do të kemi të ftuar sot një grua, një zonjë shumë speciale. Kam një nder të veçantë faktikisht, që do të flasim për një figurë të njohur në fushën e arsimit. Ajo është një grua që ka kontribuar në jetën akademike, por dhe më gjerë. Sot me ne do të jetë zonja Majlinda Keta. Ajo është pedagoge, studiuese dhe një zoj rëndësishëm në debatet mbi arsimin, por ashtu dhe zhvillimin shoqëror në Shqipëri. Majlinda Keta është pedagoge në Departamentin e Filozofisë në Universitetin e Tiranës që prej vitit 2008. Ajo ka përfunduar studimet për punonjëse e shkencave politike dhe juridike, si dhe studimet pas universitare në studime europiane. Ka mbrojtur doktoraturën në filozofi, në fokus rolin e filozofisë për edukimin, për zhvillimin e qëndrueshëm. Gjithashtu ka marrë titullin akademik profesor i asociuar. Por nuk kemi mbaruar ende. Me një angazhim të gjatë akademik dhe publik, ka ndjekur kualifikime të shumta brenda dhe jashtë vendit në fusha si të drejtat e njerëzit, demokracia, leadershipi dhe politikat arsimore. Kontributi i saj përfshin botime në tekste shkollore, manuale dhe ese, veçanërisht në integrimin e këtyre temave në kurrikul dhe në trajtimin e mësuesve. Që prej vitit 2009 është anëtare e rjetit të grave filozofe pranë UNESCO. Çfarë kënaqësie ju kemi sot me ne? Mirë se erdhe zonja Majlinda Keta. Mirë se ju gjeta dhe të diel më të këndshme se sa kjo, që me bashkëpunëtoren time në vite Xhojin, por dhe me një gazetare të re të këndshme të ëmbël si ty, ne do përpiqemi të ëmbëltojmë gjithë komunikimin përmes radios, për arsimin dhe shumë gjëra të tjera që lidhen me protagonist, me heronjtë e ditës, me ato që na perceptojnë pa kritikisht. Unë them që do ja kaloj mirë, si mendoni ju? Arsyeja pse ne të kemi menduar sot në këtë ditë të diel që është ditë pushimi, realisht është e parë simpatia e madhe që unë kam për ty, profesoresh Majlinda. Ti e di që kisha drejtoria ime adhuruar. Madje pa e filluar tamam biseden, unë thash do e cek pak. Në vitet që unë po bëja kursin e drejtorëve, në fund na pyeten, kush është drejtori që ti adhuron ti ngjash? Që prej asaj dite që isha vajzë e re, diku 25-6 vjeç dhe ishte një gjë shumë e rëndësishme të bësh kursin e drejtorëve në atë moshë, thash dua të bëhem si Majlinda Keta. Është shumë e vështirë të bësh si Majlinda Keta, sepse është një ndër gratë më të mëdha, më të mira dhe më të devotshme në shoqërinë shqiptare. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit ju që më ftuat. Majlinda Keta, kjo Shqipëri për fatin e madh ka plot në çdo fushë. Dhe Majlindës disa të tjera e kanë frymëzuar, si unë të kam frymëzuar ty dhe të falenderoj, por ta dish ti se sa krenojmë unë me ty, nuk do të thoja fare këto fjalët për Majlinda Ketën, se rëndësi ka që në jetë njeriu me modelin që krijon, të mund të bëjë një trashëgimi të vlerave, të angazhimit, të zërit publik, sidomos për vajzat edhe për gratë. Ti nuk ke bërë kur kompromis, edhe pse ti e ke pas mundësin të shkosh në sferën më të lartë të shoqërisë politike, por gjithmonë ke qenë zëri i vërtet. Kjo është arsyeja që unë të çmoj më së shumti, sepse kompromiset ti nuk i pranove, por pranove dijen, pranove studimet, pranove projektet, për njërin prej tyre, që është shumë i rëndësishëm në mendimin tim,
për projektet për një projekt në shkallë kombëtare që i përket bullizmit dhe që është zhvilluar në masë të jashtëzakonshme në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme. Ne të kemi ftuar sot në pjesën e parë sepse podcast Labirint në Tru ka 3 hapësira. Pra 3 labirintet e jetës së Majlinda Ketës do i zbulojmë sot. Faleminderit Gjoj. Le të shkojmë bashkë. Denisa? Zonja Majlina Keta, ju jeni drejt përfundimit të një studimi kombëtar mbi bullizmin tek fëmijët nga moshat 10 deri në 18 vjeç. Cilat janë gjetjet më shqetësuese në këtë aspekt? Po herë të së vërtetës, ndërmarrja ashtu siç tha Gjoj, e një studimi kombëtar për rastin e matjes të dhunës, bullizmit kibernetik në fëmijët nga 10 deri në 18 vjeç, mbase do të jetë një nga angazhimet më të bukura që ne do t'i shërbejmë kohës, momentit, por edhe gjithë sektorit të arsimit, duke filluar nga kopshtet deri në universitet. Pse? Sepse gjetjet e tij janë gjetje që do të na detyrojnë të gjithë ne të ndryshojmë këndvështrime, koncepte, mënyra me cilën ne kemi konceptuar politikën arsimore deri më sot, pikërisht për një brez të ri i cili duhet të jetë sa më larg elementeve të dhunës, të bullizmit dhe të formave të bullizmit kibernetik. Unë jam në një skuadër femërore shumë të gjetur, shumë të mirë, e kompozuar mrekullisht edhe në alternim moshat, jam me një nga specialistet më të mirat politikave arsimore, dikur bashkëpunëtore imja si dhe Gjoj, Irida Nasufi, sot jemi kolege pranë Fakultetit Shkencave Sociale, dhe ndërkohë një nga profesoreshat e nderuara, që është Valisina, që është nga statisticienët më të mira që kemi ne në Shqipëri. Do me thënë, Universiteti i Tiranës ka një skuadër femërore, por që fatmirësisht si rezultat i kësaj që kemi thënë, në studio të tilla, në ka bashkuar 3 vajza vullnetare, të vetë ofruara. Dhe kjo Gjoj është mrekullia e kësaj që po ndodh me ne. Dhe sa mirë është që t'i nxisim të rinj drejt vullnetarizmit. Dhe ky lloj vullnetarizmi bilesi ka kaluar dhe kufite. Ashtu, a? E para është Albana Asmeta, është një vajzë e re, futur në një karrierë akademike, por me një përvojë shumë të mirë nga shoqëria civile. Ajo është vetë bashkuar për arsye të shumë studimeve të bëra dhe të shumë marrëdhënieve me të huajt, e bashkëngjitur me një skuadër për të bashkëplotësuar vlerat. E dyta e njeh shumë mirë. Dua ta cek pak të gjën. A ka shumë të rinj tani që të punojnë vullnetarisht, ju duket sikur çfarë po bëjnë. Se në kohën time unë jam angazhuar mbi 10 vjet vullnetarisht. Ke shumë të drejtë. Dhe unë përpiqem në auditor t'ja them studentëve, çdo vullnetarizëm ka një pasuri nga mbrapa që një ditë do ta kërkosh ta bësh çdo gjë, çdo mundesh, do duash të paguash, nuk e paguan, por ty të ka sjellur mundësia ose vetë ofrimi yt dhe shfrytëzoje për ta bërë. Ti po arsimohesh pa një pagesë. Ke shumë të drejtë që ka rënë edhe për hir të së vërtetës duhet pranojmë një gjë. Studenti sot ndërsa studion, por un jam për futjen e një lënde ose e disa vlerësimeve me kredite të vullnetarizmit që në shkollë të mesme, un kam vite që e them këtë, sepse është një vullnetarizëm që të çon më bukur drejt karrierës tënde. Është një lloj testi i këshillimit karrierës për ty që të vlen shumë më tepër se të gjitha ato që nganjëherë bëjnë zyrtarisht dhe të mërzitshme Gjoj. Përmpos se krijimi i networkut për bashkëpunëtor dhe njerëz që njohin vlerat e tyre janë dyert të hapurta për mundësi për ty. Po në fakt sepse radioja ka një ritëm shumë të shpejtë. Në shkallë kombëtare, sa përqind e fëmijëve tan janë bullizuar me përqindje pak a shumë. Me qenë se ti neve jemi i e futur totalisht rrugës së studimit. Ne jemi po në ato parametra që kanë dhe studimet botërore. 1 në 3 në vende të ndryshme kemi pak dhe më tepër të anashkaluar. Më tepër në zonat rurale urbane? Po në të dyja pamjet i kemi në të gjitha qytetet pavarësisht shkallëve të zhvillimit të tyre, sidomos në raport me sjelljen ndaj bullizmit kibernetik. Rrjetet sociale, ajo çka ndodh në rrjetet sociale e mbartur në jetën shkollore apo në mjediset komunitare përreth shkollës që ka prodhuar ngjarje aq të vështira, por nga ana tjetër ne jemi ende një masë e madhe edukatorëve të papërgatitur në kualifikimet tona për trajtimin
evidentimin, identifikimin dhe ndërkohë rehabilitimin e gjithë pasojave që nxjerr kjo valë e bullizmit dhe bullizmit kibernetik. Atëherë ti e di që unë kam një akademi private e cila kryesisht merret edhe me adoleshentë dhe të rinj. Kur mendova podcastin, kryesisht ishte thelbi ose trajtimi i çështjeve të fëmijëve të bullizuar, adoleshentëve, vajzave dhe grave që janë përfshirë në vepra penale dhe ndërtuam një rubrik, një letër drejtuar emisionit podcast Labirint në Tru. Sot na ka ardhur një letër nga një adoleshente. Dua ta lexojmë për gjithë dëgjuesit sepse shumë prekse dhe tejet e vërtet. Jam vetëm 13 vjeç, por kam vite bullizuar. Çdo ditë shkoj në shkollë me ndjenjë që nuk di se si ta shpjegoj. Nuk është thjesht frikë. Është sikur mbaj një gur brenda vetes time. Në klasë disa më qeshin. Donjëherë për mënyrën si flas, ndonjëherë si vishem, sepse rrobat e mia nuk janë shtrejta, janë fare të thjeshta dhe fare të lira. Thjesht sepse munden ata e bëjnë në mënyrë sistematike. Edhe unë mundohem bashkë me ta shpesh të qesh, sepse nuk e mund ndryshe dhimbjen që më shkaktohet brenda shpirtit. Duket sikur më dhëmb. Sa herë unë kthehem në klasën ku kam bashkëmoshëtarët e mi, por e vërteta është që nuk më dhëmb, por është një dhimbje që fle me mua, zgjohet me mua dhe rri me mua. Kur kthehem në shtëpi, askush nuk e kupton. Më pyesin si e kalove në shkollë dhe unë e kthej një përgjigje krejt rutinë mirë, sepse kam frikë se mos mendojnë që jam e dobët. Por unë nuk dua të jem e dobët, por a është dobësi të ndihesh i lënduar, i vrar shpirtërisht në mënyrë sistematike? Njëherë kam dashur të helmoj veten, në fakt, por nuk e bëra. Gjeta një lloj shërimi në një libër që po lexoj. Pra, edhe një libër ndonjëherë kthehet në mesazh dhe në motiv. Unë nuk jam ajo që thon ata, nuk jam e çuditshme, nuk jam e pavlerë, jam thjesht një fëmijë që do të ketë miq, mikesha, të qesh, pa frikë dhe të ndihet e pranuar. Ata nuk kanë mëshirë ndaj meje shpeshherë. Ndonjëherë pyes veten, pse dikush zgjedh të lëndojë dikë tjetër? A mund që bota të bëhet ndryshe? A mund të kishim ne bashkëmoshatar pak më të paqë dhe pse kanë të vështirë ta pranojnë tjetrin kur është ndryshe? Por di një gjë, një ditë do të jem më e fortë, jo sepse më lënduan, por sepse unë nuk u bëra si ata. Unë mësova nga vetja dhe ju riktheva vetes dhe pranova që unë do i mund ata. Dhe ndoshta një ditë dikush si unë do më dëgjoj dhe do më kuptoj se unë nuk jam vetëm, po kam njerëz rreth vetes që do më mbrojnë dhe do më shpëtojnë nga ky bullizim i përhershëm. Kjo ishte letra vajzës anonime Majlinda dhe tani dua ta trajtojmë se kur e kam lexuar realisht kam qarë 2-3 herë, po s'dua ta kthej në lot emisionin dhe më ka prekur thellë sepse unë kam parë numër të jashtëzakonshëm fëmijësh në Shqipëri të bullizuar paktën prej 5 viteve të fundit. Gjoj të falenderoj që ti je një motiv më tepër për t'ju kthyer asaj që kishim në fokus. Në fakt, kur ne u mbështetëm si një skuadër studimore nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, AKSHI, dhe nga Ministria e Arsimit, barierat nuk kanë qenë të vogla. Nuk kanë qenë të vogla se nga një herë ti e njeh mirë sistemin. Sigurisht. Mënyra me cilën mund të deklarosh raste të tilla të ekzistencës brenda shkollave tona, raste të tilla brenda kolektivave të atyre që mund të themi shërbimi psikosocial, por edhe në shumësinë e prindërve të këtyre fëmijëve, ne jemi ende të papërgatitur. Zysh Majlinda, përsëresh Majlinda, mikja ime Majlinda Keta, e di shumë mirë që në kohën tonë ne bënim dhe psikologun. A është larguar shumë mësuesi tani nga misioni, sepse duhet jemi pak me këmbë tokë, sepse s'dohet gjithçka me psikolog, me sociolog. Bëhu pak prind, bëhu pak model, bëhu pak iniciues, motivues për atë nxënës që bullizohet. Të falenderoj dhe ne kemi një dimension të gjykimit. Ndërsa e kam shëtitur Shqipërinë nga Kruma në Divjak, kam hasur një rezistencë të mësuesve. Dhe ai cilësimi i shtimit të fëmijëve problematik ishte bërë si një refren. Dhe paralelisht si ty dhe mua në inboxet e mia, në telefonatat e mia vijnë pafund letra, por nëse ty të shkruajt i fëmia dhe ne na ndodhi gjatë studimit që rrëfyen shumë ngjarjet e tyre dhe jemi marr, mua më shkruajnë shumë prindër që po vuajnë nga pesha e një cilësimi
ke fëmijë problematik, po e dashur Gjoj. Dikur ne kam thënë të tërve, Tirana ka përballuar klasa me 56 nxënës. Ma mbaj këtu Majlinda Keta për të shkuar 1 minutë në publicitet. Denisa, fjala për ty, sepse koha nuk të fal. Është një moment shumë i veçantë, do të falenderojmë një nga sponsorat tan, Magniflex. Kur flasim për shëndetin, shpesh harrojmë diçka bazike, që është cilësia e gjumit. Magniflex është kompania e vetme e dyshekeve në Shqipëri me certifikimin 100% Made in Italy, duke sjellë teknologji inovative dhe standarde italiane shumë të larta për një gjumë të shëndetshëm dhe mocistor. Do të kthehemi pas pak në pjesën e dytë, sërish me zonja Majlinda Keta për të biseduar për reformat në arsim dhe shumë tema të tjera tepër interesante. Rikthehemi sërish me profesoresh Majlinda Keta për të vazhduar më tej temën që po trajtonim. E lam tek numri i madh i nxënësve. Pa diskutim, na prek të dyjave shumë. Ai momenti kur Tirana e viteve 2002, 2003, 2004, 2005 ka pasur edhe 50 e sa, edhe 60 e sa. Ne bënim një doppio regjistër, e bashkëngjisnim dhe e palosnim në dysh. Në mos gaboj, këto ishin vitet që ke qenë drejtoresh e drejtorisë arsimore. Po, për fatin e mirë, sepse ishit ju masa e mrekullueshme e mësuesve dhe drejtuesve që e mirë kuptuat gjendjen. Tirana u gjend në këtë situatë. Sa po filloi projekti i shërbimit psikologjik dhe ja kam thënë të gjithëve nga veriu në jug. Një psikolog që nisi projekti i qeverisë mbante 3.000 deri në 3.500 nxënës. Gjë cilën nuk e bënte dot si punë absolutisht. Nuk arrinim dot, por ditëm që të perceptoheshim publikisht që neve futëm një shërbim të ri. Sot e dashur Gjoj, Tirana ka një luks të papar. Sepse ka numrin e nxënësve gjys për gjys. Pa diskutim. Bashkia Tiranë ka 3 fishuar dhe 4 fishuar, jo vetëm psikologët, por dhe punonësit social, oficerët e sigurisë. Dhe ndërkohë neve ndeshim në situata të tilla dhe aso kohë. Ajo që ndodhi në mrekullin tua ishte psikologët u gjendën në rrjetin e mësuesve që tashmë në vite e kishin bërë psikologë. Pa dyshim, po. Dhe kjo është një histori të vogël personale të kohës në respektin tënd. Vije shpesh në shkolla dhe kishe një qasje të jashtëzakonshme si drejtuese. Ishe lider, sepse lider mendoj që lind, dhe ti ke lindur lider Majlinda Keta, dhe më kujtohet, unë jep mësim gjimnazin Partizani dhe ke ardhur, na ke mbledhur të gjithëve dhe ke përmendur 3-4 emra. Një ndër ta isha dhe unë, sepse mbase nuk të kujtohet, por u bën një database që cilët mësues pranojnë nxënësit e vështirë. Unë pranoja gjithë nxënësit e vështirë. Thoshin të zysh Zoja, futi gjithë sepse ajo çfarë bëja unë? Futesha në klasë, u buzëqeshja fillimisht dhe ju thosha, të keshën zysha, të gjithë do i sistemoj, do gjejmë karrige, pra pjesa fundit e klasës ishte me dras shpeshherë në gjimnazin Partizani, sot fakt janë rikonstruktuar dhe kushtet janë shumë më të mira. Janë shumë më luksoze. Dhe ndërkohë që kishe shumë mësues që i thoshin gjysma do ngelni, unë thosha jo, të gjithë do kaloni, të gjithëve do ju ndihmoj, të gjithëve të keshën zysha do ju dua, siç isha prindi juaj. Pse mësuesi ka harruar misionin e tij si mësues Majlinda? E kam shumë të shenjtë. Ndoshta nuk e ka harruar misionin totalisht, por të shkrihet pak me nxënësin, me problematikën e nxënësit. Shumë të drejtë. Se ka numër shumë më të vogël tani se në kohën time. Dhe në kohën që keni drejtuar ju. Ju keni të drejtë, por vetëm masa e mësuesve sot është e mbingarkuar në shkresurina për të prodhuar. Ju aso kohë rini dhe në 2, dhe në 3, dhe në 4. Dhe stafin tim ju e dini kapnin dhe 10 orë dhe 12 orë duke punuar, sepse Tirana ishte në një dinamik të jashtëzakonshme. Mbase këto mësues sot si rezultati këtyre lloj reformave kushtuan letrat dhe jo punën e gjallë. Si pasojë reformave. Shumë e dëmshme gjithë ky burokratizim dokumentash në arsimin e 9 vjeçar dhe të mesëm. Çdo orë vjedhur mbi letra për një mësues është mundësi e humbur për edukim nga këto mësues, qoftë edhe me ato që quhen
pak më ndryshe se të tjerët. Për të mos harruar që agravimi social dhe profili social i shoqërisë ka ardhur në një mënyrë të tillë që ky mësues më shumë se kur duhet ishte misionar. Mos harroje dashur që cilësia e mësuesve që vinte dikur vinte nga ato që mbaronin me mesataret më të larta. Cilësia ishte shumë e lartë. Kur universitetet kishin profesorat të cilit kishin qa frymëzonin për misionet e tyre. Absolutisht. Dhe ndërkohë, ky mësues në këto kushte, kur ti e vën në përballje me mbijetesë ekonomike, sepse deri para pak kohë ai ka pasur një rrok tepër kritike. Një mësues i cili ka ardhur për arsye edhe të zgjedhjes së vet të imponuar ose disa si prej tyre kur më thonin zysh e kam zgjedhur se atje në qytetin tim gjej punë, bëri një shpërbërje të asaj që ju e quani me të madhe, parim kryesor të ndjerit misionar, të ushtruarit e profesionit si një misionar. Mirë, a mendoni se universitetet sot po formojnë lidera apo thjesht profesionistë sa për të kaluar radhën? Brenda universiteteve, edhe për sa i përket mësuesisë, mesëm, po them edhe 9 vjeçar. Dhe unë mendoj që neve kemi kaluar në një shkollë që bazohet në letrat që prodhon, bazohet në disa matës të performancës që janë larg të misionit të vetë edukimit dhe të vetë shkollës. Shkolla nuk ka lindur për të sistemuar vetëm dhe për të shërbyer vetëm një grusht i fëmijësh, të cilët me cilësinë dhe mënyrën si e kanë ndërtuar ti sistemin e vlerësimit i bëke që këto janë shumë të mirë dhe pjesa tjetër kanë një cilësi të diskutueshme. Edukimi në vetvete nuk është gjë tjetër veç se një proces që duhet ndërtuar që sistemi me të gjithë instrumentat e vet përmes mësuesit dhe çdo faktori edukativ, mbështetës, të mund të nxjerrit tek ty potencën tënde të brendshme. Dhe më pas, Zysh Majlinda nuk kisha disa pyetje rreth fushës së arsimit patjetër, nga përvoja juaj si drejtues e arsimit në Tiranë, cila mendoni që është një nga problematikat që ende nuk ka hasur zgjidhje, dhe nëse do të ishit sërish në të njëjtin pozicion, çfarë do të ndryshonit në mënyrë drastike? Që do ishte shumë e vlefshme për shoqërinë tonë. Dy janë masat që janë emergjente. E para, pranimi i mësuesve në punë nuk mund të bëhet online. Nuk mund të bëhet me një listë online dhe me një aplikim online. Rubrikat e punësimit të mësuesve duhet jenë rubrika ballë për ballë, duke nënvizuar çdo element të komunikimit verbal dhe jo verbal që ka ky individ përpara teje. E dyta, mënyra me të cilën vijnë drejtuesit drejt shkollave. Dikur unë kisha zgjedhur për njerëzit që i bashkoheshin dhe ndjenin veten se ishin atë pjesë karrierës që donin të bëheshin drejtues. Sot ka parametra të ndryshme, një shkollë e cila për fatin e keq u koncesionua ndaj një fondacioni që më së shumti po të klikosh e gjen për investime pronash apo pjesësh investime ekonomike dhe nuk ka qasje me frymën, vizionin, oksigjenimin që duhet i japi një kurs drejtimi disa njerëzve që mbi të gjitha të jenë gatshëm për të bërë drejtues të shkollave. Profesoresh Majlinda, kërkoj ndjes që ju ndërprem, do të kthehemi sërish pas pak në të njëjtën temë që po trajtonin, pasi do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Do të falenderojmë gjithashtu një nga sponsorat tanë që janë pjesë mbështetëse e podcastit, Glow by Fael, një nga dyqanet e cila ndodhet në zemër të vllogut dhe ofron veshjet më të këndshme për çdo rast për të gjitha vajzat që duan të shkëlqejnë me plot stil dhe plot elegancë. Kthehemi pas pak në pjesën e tretë. Rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të podcastit për sot me profesoreshën shumë të dashurën zonjën Majlinda Keta. Po flisim për reformat në arsim. Dhe këto drejtues më pas duhet paraqisajnë një projekt i cili të lidhet me shkollën ku ka mundësi shteti që të bëhet dhe kërkohet ky vend. Por ajo që duhet ndodhet dhe Joy duhet ta stopojnë të lloj praktike është që ne nuk mund të bëjmë reformim as të kurikulës, as të sistemit nëse më parë nuk investojmë në kualifikimin e mësuesve. Ne kemi rrugë të shtrembur. Neve shkruajnë ca letra një grup njerëzish, më pas bëhen zyrtare dhe pastaj vazhdojnë. Në fakt, e para duhet ndodhi me mësuesit, me masën e mësuesve, të cilët duhet presin risit që ne hymë në një reformë kurikulare. Më pas kalohet te elementi teksteve, se ne dim. Teksti mund të jetë shumë i mirë, po një mësues i cili është kritik në anën didaktike,
të tij e rrëzon. Dhe e kundërta, një tekst mund të jetë paksa kritik, por arti i mësueses në klasë rimburson çdo gjë, sepse fjala është ajo që sjell cilësi. Unë në fakt e dashur profesoresh Majlinda, personalisht do doja të ishe ministre arsimi, dhe i kam edhe 2-3 emra në kokë që do bëj dhe një test se kush janë ministrat e arsimit në Shqipëri që do bënin arsimin, ti je një ndër ta, që se s'bën kompromis me politikën, se je shumë e aftë, se je shumë e zonja, se i thua gjërat trosh siç është për t'i thënë, se nuk i bie nga kina për të bërë vrejtje, por e thua vrejtjen me vend, ndaj shumë e lumtur që të kam sot në podcast Labirint në Tru, por ne kemi një rubrikë që zakonisht shkruajmë një letër vetes ose nxënësve ose studentëve, se unë ndër vite kam kuptuar që ty nxënësit dhe studentët, prindrit, të gjithë kanë dashur. Pavarësisht se ti ke treguar dorën e fortë dhe të hekurt në arsim. Fjala për ty për letrën e radhës. Unë do përpiqem që t'i kthej një përgjigje shkrimeve të ndryshme të prindërve të ndryshëm. Të dashur prindër, kohët e fundit më ndodh shpesh që në adresën time të vinë mesazhe nga ju. Ju më shkruani, telefononi, ndonë se e dini se dhe unë mund të mos i kem të gjitha përgjigje zgjidhse për ju. Por ju zgjidhni të më besoni. Kjo sepse të gjithë kur ndjehemi të lënduar, kemi nevojë të dëgjojmë tek një zë ku besojmë. Përgjegjësinë time në raste të tilla nuk e marr lehtë, ndonë se ju jeni të shumt, sepse një prind, kur kërkon këshill për fëmijën e tij, ai nuk kërkon vetëm një mendim, ai shpreh dhe kërkon besimin shumë dimensional mbi të gjitha se po komunikojmë për një fëmijë në një institucion edukimi, kopësht apo shkollë qoftë. Mesazhet tuaja kanë një pyetje të përbashkët. Çfarë të bëjmë? Ndihem keq. Fëmijën tim po ma quajmë pafund, problematik. Është një fabull që po përsëritet, për fatin e keq. Çdo herë që e dëgjoj këtë cilësim, fëmijë problematik përfshihen në dhimbje mendimi. Sinon më dhëm shpirti sa dhe ju, se jam e tillë. Si gjyshe më shqetëson se si po rrallojmë oksigjenimin me dashuritë mendimit, gjykimit për fëmijët tanë. Si profesioniste e edukimit, me kënaqësi dialogoj me ju, diskutoj mes kolegëve si unë, kontaktoj institucione, por dhe shprehem publikisht. Dua t'ju them diçka me bindje të plotë. Fëmijët nuk lindin dhe nuk janë problematik. Sjelljet e tyre kritike janë sinjale që ato kërkojnë të kuptohen. Një fëmijë që kundërshton, edhe në klasë, mund të jetë një fëmijë që nuk është dëgjuar asnjëherë ose jo ashtu siç duhet. Një fëmijë që mbyllet mund të jetë një fëmijë që nuk është i ndjerë i sigurt atje ku është, i ka humbur besimi. Mos harroni. Një fëmijë që etiketohet rrezikon dhe të fillojë ta besojë atë që i thon të tjerët. Kjo gjendje, mosbesimi tek vetja, është përgjegjësia jone e përbashkët për ta tejkaluar, të dashur prindër. Sepse është e lehtë të vendosësh një etiketim, por është shumë më e vështirë të ndërtosh një kuptim. Prandaj kur më pyesni çfarë të bëj, ju them sërish. Së pari, mos se pranoni etiketimin si të mirëqen. Edhe ne të arsimit gabojmë. Kërkoni dialog, jo gjykim në dy skaje, me në mes fëmijën. Kërkoni bashkëpunim me institucionin shkollor, jo përjashtim emrash. Edhe prindërimi yt do të mençurohet me alat shkollën. Dhe mbi të gjitha, mos e lini fëmijën tuaj kur vetëm, përballë një mësuesi, drejtuesi, shoku, sistemi, që ndonjëherë nxiton gjykoj më shumë se sa të kuptoj. Sepse një fëmijë nuk është lindur dhe nuk ka nevojë për etiketime. Ka nevojë për të mirë rritur nga të rritur, që e mbrojnë, i falin siguri, e kuptojnë dhe udhëheqin. Unë jam këtu për t'ju thënë se nuk duhet të ndjeheni se jeni vetëm për te kalimin e këtij shqetësimi. Besoni në atë kolektiv mësuesish, psikologu, punonjësi social, ka prej tyre që e njohin dhe shprehin me veprime këtë mënyrë të kuptuarit të edukimit, atë se çdo fëmijë meriton të vlerësohet për te një fjalë dhe një fjalie. Unë kam zgjedhur të besoj tek çdo fëmijë, sepse në fund, edukimi i çdo fëmijë është një mundësi për të prodhuar drejtësi në këtë vend, dhe drejtësia fillon aty, në shkollë. Një sistem arsimor, një shkollë, nuk matet thjesht me shifra, as etiketime, as vetëm me nxënës dhjetash. Ai është mendim, vizion, frym, veprim, zgjidhje, siguri, identitet e ardhme, përmes mënyrës se si i trajton dhe i fal mirëqenie mendore fëmijëve, mbi të gjithë ato që kanë më shumë nevojë se ne. Me respekt për prindërimin tuaj, si një shërbestare, mes shumë të tjerëve në edukim, që zgjedh të kuptoj përpara se të gjykoj, Majlinda, besoj, kam dhe një përgjigje për shumë,
Sa vlera kishte kjo letër, profesoresh Majlinda. Faleminderit që ekzistojnë njerëz tillë në botën shqiptare, të arsimit, medias, botën akademike dhe jo vetëm, sepse tani do kalojmë te disa pyetje personale, politike, etj, sepse ti dashje pa dashje ke qenë njeri politik. Kush është ai qytetar që nuk është politik? Shumë e bukur. Denisa? Shumë e bukur vërtet. Profesoresh Majlinda, si e keni pritur emërimin e djalit tuaj në drejtimin e Buros Kombëtare të Hetimit? Edhe si ka qenë roli juaj si një prind në vendimarrjen e tij në zgjedhjen profesionale? E kam pritur duke e kuptuar, jo gjykuar, si akt. Duke kuptuar që mbas 16 vitesh karrierë, ashtu si unë dikur apo Xhoi dikur, i vinte radha që të provonte sfidat e profesionit vet. E kam mirë kuptuar, ndërsa pash që kur konkuruan, asnjë mes kolegëve të vet që mund kishte edhe tjerë si Joni, aty nuk rivalizoi Jonin. Të tjerët ishin nga jashtë. Për gjithë ata që nuk e din, Jon Keta, që është kryetari i BKH-s, njëri shumë i rëndësishëm në Shqipëri, është djali i edukuar, i bërmosur dhe i rritur nga zonja Majlinda Keta. Dhe babai, dhe gjithë njerëzit që e kanë rrethuar në jetën e vet. A të privon sot mënyrën e jetesës tënde, bodyguardet, publiku, jeta e medias, a kanë një kërshëri ndaj teje të tepruar që kur Joni është bërë kryetari i BKH-s? Unë të them të drejtën, medias, jam menduar shumë gjatë, a duhet të ta bëj këtë pyetje. Medias janë falenderuese. Unë kam qenë pjesë e sistemit drejtësisë dhe unë e kam mirëpritur këtë emrim ose këtë zgjedhje, se s'ka qenë emrim, por ka qenë një fitore e vendit, mendoj unë, edhe asaj gjykate. Zgjedhja e një djali të tillë që është bërmosur që në veçli me të drejtën. Unë mendoj që unë duhet të jem falenderuese medias dhe perceptimit publik për mbështetjen që i dhanë Jonit. Jam mirënjohëse për gjithë profesionistët që shenjuan karrierën profesionale të Jonit. Kam shikuar se unë dhe ti nuk jemi nga ato që lëm pa lexuar çdo lloj shkrimi, çdo lloj komenti, por jo me sensin se do bëjmë armiq me to që shkruan, se nganjëherë padia është aq e fortë sa të çon në rrugë të errta dhe negative. Por mbi të gjitha kam vlerësuar dhe i kam thënë vetëm një fjalë, tëra të mbështetje që të dha ky opinion publik dhe ky perceptim i njerëzve duhet ta kthesh në punë dhe do ta kthej se s'bën Joni në punë. Sepse për Jonin janë investuar në shumë dimensione, kolegët të tij prokuror, kolegët e punës me të cilën shoqëria në përgjithësi, gjaku i tij, prindët e tij, farefisi i tij dhe kush janë 3 këshilla për 1 minutë përgjigje që i ke dhënë ditën që u zgjodh? Të mos sa na shkaloj asnjë shqetësim që dëshiron të shkoj drejt për së drejtit tek ai. 2. Së dyti suksesin ta mendoj se do ta bëjnë skuadër. 3. Dhe e treta t'i falet vetëm shtetit vet. Faleminderit për përgjigjen shtërose që dhe për Jon Ketën, suksese djalit tonë në këtë detyrë dhe na zbardh faqen si komp. Të gjithë do ta ndihmojmë që ta zbardhi bashkë me skuadrën e vet. Tani ne nuk rrim dot pa hyrë dhe tek pjesa e pjesa e dytë e drejtësisë. Çfarë përshtypjesh i duat vërteta, ke për të dy kryetarët e SPAK? Altin Dumanin përgjigjet shkurtra dhe Klodian Brahon. Sepse vet duan një përgjigje. Unë jam bashkëshortja një prokurori karriere. Shumë më i vjetër në karrierë se sa 2 drejtuesit e SPAK. Për sa kohë në krye të SPAK kanë ardhur djem apo do të vinë zonja që janë investuar me përkushtim në jetën e tyre në prokurori apo në gjykata, unë jam njeri i lumtur që karrierat marrin moral në Shqipëri. Sfidat e tyre janë të jashtëzakonshme. Jo rrallë, lumnaja afrohet drejt tyre. Por sa kohë shqiptarët besojnë se ekzistenca e tyre po e bën detyrën mirë? Patjetër. Mendon që po bën mirë?
ato janë pjesë e jetës time familjare. Janë pjesë ku Joni mungon në ditët e pushimit. Po sigurisht. Po. Ku janë rralluar çdo gjë që lidhet dhe ne kemi marrë misione të tjera si gjyshën ndaj fëmijëve të tij. Dhe atje ku është Joni janë dhe ato, atje ku janë ato është dhe Joni, kështu që unë mendoj përgjigjet janë shtëruese. Që ti themi faleminderit familjeve. Familjeve të tyre që mirë kuptojnë angazhimin e tyre. Faleminderit familjeve të tyre që kuptojnë angazhimin e tyre. Kush janë për një përgjigje 1 minutë 5 politikanët që i vlerëson në Shqipëri në 35 vitet e fundit? Politikani i parë mbetet Fatos Nano. Njeriu që ndonë se u rreshtua si lideri smajtës, nuk u rreu, po përkundrazi ëmbëltoi dhe djathtën. I dyti politikan që mua më ka pëlqyer ka qenë mënyra me cilën Pjetër Arbnori drejtoi parlamentin e parë shqiptar. Pëlqen. Me urtësi që e përmende. Po. Në element të tretë ka zonja të cilët kanë prodhuar histori në parlamentin shqiptar, pa u burëruar në sjelljen e tyre. Një të tillë do të kujtoja profesoresh Makbule Çeçën. I bashkohem totalisht mendimit tonë. Në të katërtin do të theksoja një val të politikanëve të ri. Një shkollë më vete të politikanëve të ri, pa përmendur shumë emra, janë ato që u ritën nga qeveritë e nxënësve, që ne futizuam politikanë të ri që i prodhuam ne. Po, kam në një farë mënyrë. 2 deputetë që kanë qenë nxënëset e mia. Pa fund kam dhe unë mes tyre. Dhe në fund më pëlqen dimensioni me të cilat luajnë disa zonja. Luajnë disa zonja. Më pëlqen dhe mua ky lloj dimensioni. Për të mos mbetur shumë majtas, po jap një emër zonje që e vlerësoj nga e djathta. Është Jorida Tabaku. Dal nga Universiteti i Tiranës me një kurajo civile publike, pa bariera për treguar gjithçka që ndodh me jetën e saj, e thjesht në mënyrën se si komunikon, dhe mendoj se nuk shkel kurrë etikën në komunikim, donse atje parlamenti merr. Na mjafton minutazhi. Denisa zbërthet 3 labirintet Majlinda Ketës. Cilat janë profesoresh Majlinda 3 labirintet e jetës tuaj? Që nuk i ke thënë askund. Duam 3 labirinte për 1 minutë. Të rinis, adoleshencës dhe rritjes. Labirinthi i parë ishte kur unë nuk jetova adoleshencën për arsye të nënëstimit të smur dhe humbjes së saj. Dhe hera herës them që shumë e re. Dhe hera herës them ja që mbijeton njeriu dhe pa jetuar si një adoleshent duhet ta jetoj, dhe relativisht suksesshëm. Ky është një labirint i cili është një motiv i madh që ta asistoja suksesshëm adoleshencën e vllajt tim, që mbeti më pas me mua, të fëmijëve të mi, edhe të nipave dhe të mbesave tani. Por ishte një mësim i mirë. Dhimbjet japin mësime shumë të forta. Bëjnë më të fortë. Labirinthi i dytë? Labirinthi i dytë ishte politika kur u futa. U futa me shumë ideal, me shumë moral, kisha realizuar jetën si një njeri i mirë, i suksesshëm në arsim, dhe shkova me moral për t'ju dhuruar politikës për të bërë më të mirën. Dhe një labirint i tretë do të ishte? E treta është Shqipëria sot, që shpopullohet, që luftojnë auditor, që të bëj sa do pak që të ndryshoj. Brenda vetes që ti nuk e di se si do i dal nga ky labirinth i fundit, po do punoj për ditë. Sigurisht që Enzo Atini ka menduar një dhuratë për profesoreshën tonë të ëmbël. Një palë syse. Ndërkohë që do të falenderojmë shumë profesoresh Majlinda Keta që ndave me ne sot gjithë këto mendime plot vlera dhe shumë të vjera për shoqërinë tonë. Faleminderit për të gjithë bisedat shumë të këndshme që zhvilluam. Do ta vazhdojmë ndoshta akoma me orë të tëra, por për shkak të kohës së programacionit erdhi shumë shpejt fundi i episodit për sot. Do shikosh nëse kemi zgjedhur goditur me dhuratën? Unë ta zgjidhni ju, sidomos ti, dhe mos di shihet e mia, nuk ka rradhje. Je me ngjyrat e tokës që mua më pëlqejnë. Por kemi edhe një portret që do ta mbajmë në zyrë nga kuratori vizual Endri Beqo. Faleminderit. Mos më thuaj që është Endri që ka qenë ish student im. Po. Profesoresh, keni dëshirë të vendosni syze? Patjetër. Shumë elegante, i heqim këto.
Megjithse profesionale janë këto të tjera, sepse janë për të parë mirë Gjojnë. Por Gjojnë është një super zgjedhje. Do me thonë kemi goditur, po sa të shkojnë. Po ka që nuk di ti rreth me dhe unë rreth teje. Gjithçka e di rreth tjera tjetrës, edhe Denisën pjesë. Faleminderit për dhuratën. Kemi edhe një dhuratë tjetër, Freedom. Unë I dua gratë e lira dhe kush më shumë se Majlinda Keta ka punuar për lirinë e grave në Shqipëri. Faleminderit që je pjesë e jetës tonë në këtë vend me shumë problematika, shpesh herë dhe me dhunë, sepse shkruar kur kam qenë drejtoreshe e burgut grave dhe ta dedikoj me shumë dashuri këtë libër sot. Unë të falenderoj, por një kërkesë kam, Gjoj. Patjetër që doje. Unë të pres në auditor. Patjetër që doje. Se kemi shumë vajza, kemi shumë gra, po dhe djem shumë të mirë, dhe zotri shumë të mirë, me shumë dashuri dovi. Që studion për etikën, filozofin, leadershipin, dhe ti e një njeri që duhet të dëgjojnë, duhet frymëzohen, dhe pse jo, ta zgjerojmë që labirintin tru të shkojë drejt disa gjeneratave të tjera që ta jetojnë këtë vend. Ne kemi shumë misione bashkë. Ishte biseda më e këndshme që mund të ndodhte me një të ftuar Denisa në Shqipëri. Dhe realizoj mendoj që edhe një puntat tjetër ta kemi të ftuar, pasi ne nuk e përmbajtëm dot skaletës dhe kemi ende shumë pyetje dhe biseda pa përfunduar. Arsimi është një labirint I tërë Denisa. Duhen vite tëra për të elaboruar dhe kush më bukur se profesoresh Majlinda mund t'i trajtonte me kaq shumë fisnikëri, me kaq shumë mençuri dhe vlera këto temat e arsimit. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit që më bët pjesën tuaj. Gjithashtu do të kemi dhe një falënderim shumë special për Bener Prefab. Një shtëpi e mirë patjetër që fillon nga materiali, druri, sjellë qetësi, balancë dhe një gjësi natyrale, duke krijuar ambiente që jetojnë dhe evolojnë në harmoni me natyrën. Nga shtëpitë e pushimit tek vilat rezidenciale dhe strukturat për objekte civile, Bender ofron zgjidhje që nuk janë vetëm për t'u parë, dhe për t'u përjetuar. Faleminderit sponsorit tonë. Faleminderit. Tani është momenti që të prezantojmë një superstar. Ajo është një vajzë e jashtëzakonshme, shumë e talentuar, Belkisa Pillati. Ajo është piktore, është instrumentiste, studion në Liceun e Arteve. Çfarë mund të themi tjetër? Belkisa shumë shpejt do të shohim besoj në skenat ndërkombëtare. Belkisa është një artiste rrallë Denisa, e jashtëzakonshme. Ajo pikturon për mamin, për motrën, për zyshat, I bie kitarës, është balerinë, gjithaj ka. Belkisa, do luash pjesën e bukur për ne sot? Je lumtur që je në podcast Labirint në Tru? Po. Mezi po presim të dëgjojmë tingujt nga duart e arta dhe mendja e talentuar e bukura ime Belkisa. Çfarë dashurie. Me këto tinguj të ëmbël në hapësirën në podcast Labirint në Tru Talent, ne mbyllim sot podcast Labirint në Tru në Top Albania Radio, por mbyllim më të bukur se me Belkisa na kishte Denisa? Unë nuk naqa pafund e shijova. Belkisa është një star dhe një yll që na zbukuroi podcastin sot. Do të dëgjojmë temën shumë shpejt në skenat ndërkombëtare. Faleminderit Belkisa, të duam shumë. Faleminderit ëmbla Belkis.
Thank you.